Përshëndetje edhe një herë të gjithëve dhe faleminderit që jeni sot me ne për të nderuar dhe respektuar autorin Ag Apolloni, i cili vjen nga Prishtina me librin e tij Një fije shprehse, një fije shkrepse. Është hera e parë që Ag Apolloni merr pjesë në një panair prestigjioz siç është ky i Gjenevës, dhe kisha dashur që të mbështesim të gjithë së bashku me vëmendjen, me pyetjet dhe komentet e juaja, por mbi të gjitha prania juaj dëshmon se autorët shqiptar që vinë nga Kosova në Gjenevë janë të mirëpritur dhe kanë gjithmonë dashurinë e publikut, qoftë atij shqiptar në Gjenevë apo edhe Gjenevas. Pa humbur kohë i kaloj fjalën autorit, i cili është edhe profesor në Universitetin e Prishtinës dhe vitin tjetër do të ligjeroj po ashtu edhe në Universitetin e Howardit në Amerikë. Ag, faleminderit dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Ju falenderoj për ftesën, falenderoj që keni gjetë kohë me marrë pjesë në këtë panair. Është hera e parë që marr pjesë këtu në këtë sallon të librit, panair të librit. Dhe duket një organizim shumë i bukur, shumë i mirë. Ju faleminderit. A mund të na flisni pak për librin, çfarë shtjellon, cila tema shtjellon libri? Librin pothuajse të gjitha kanë lexuar tashmë, se është shritur në shumë kopje. Edhe ata që se kanë lexuar u kanë treguar aty në tjerëve se për çka flitet, ka qarkulluar shumë, sa që nuk mund bëj një rezume të librit, është e pavend nëse e bëj, po mund të them që flet për pasojat e luftës dhe për një tragjedi që ka vazhduar edhe pas luftës. Unë për shikuesit Alpsfis kam zgjedhur një paragraf nga libri juaj që të lexoj dhe që lidhet me atë që thatë për pasojat e pas luftës. Citoj: "Dhe kështu, ditë pas dite, vit pas viti, u harxhuan të gjitha temat. Mbeti vetëm një, pritja. U tretën të gjitha ëndrat, mbeti vetëm një. Kthimi, u zhdukën të gjithë antarët, mbeti vetëm një. Nëna, ikën të gjitha ditët, mbeti vetëm një, e shtuna." Ag, faleminderit edhe një herë që je në mesin ton. Do të doja që të flasësh pak për përvojën, për shtypjet në këtë panair që sapo keni ardhur. Siç e thash në fillim, është një organizim shumë i bukur, edhe është një mundësi e mirë për të promovuar letërsia shqipe, autorët shqiptar. Dhe vetëm ju uroj fat për këtë edhe në vitet e ardhshme. Vazhdoni me këtë punë edhe shpresoj që do të gjeni miq që t'ju mbështetin financiarisht. A mund në thoni pak se sa është mbështetur letërsia në Kosovë nga institucionet shtetërore, apo gjithçka është në formën e kapitalizmit dhe të organizuar në formë private? Pyetja është shumë politike, po vazhdon të mbështetet libri, jo në formën që e meriton, do duhej shumë më shumë të përkrahet libri, autorët, të shpërndahen, të përkthehen, të njihet letërsia shqipe në botë. Po duket që kjo është fati i shqiptarëve dhe i librave shqip që nuk kanë përkrahjen e mjaftueshme. Po kanë përkrahje, po do duhet bëjmë më shumë. Për lexuesit shqiptar, a ju njeh më shumë në vargje apo në formë të romaneve, mbase këtu prezantohen edhe zhanre të ndryshme të veprave tuaja? Për shkak të përkthyesve si Sebastiani, më shumë më njohin në prozë, pra në romane, edhe romanet e mia janë përkthy në disa gjuhë.
edhe ky romani që nga I cili lexova një fragment dhe mendoj se po më shumë më njohin si autor romanësh. Po vazhdoj të lexoj edhe një fragment të shkurtër të librit, kësaj here emrat e tyre u përcaktuan fatin këtyre nënave. Pashka një mëngjes kaloi oborrin, fushat, varret, rrugën dhe kurceu nga përkohshmëria në përjetësi, ndërsa Ferdonia mbeti Ferdane, e vetme dhe unike. Agë për të lidhur pak zhanrin e letërsisë tënde, që është, thatë më shumë në prozë, ju keni përkthyer ndonjë vepër në gjuhë tjetër? Unë kam përkthy Veprat e juaja, më falni. okej. Se unë edhe kam përkthy, po veprat e mia janë përkthy në disa gjuhë dhe së fundmi është përkthy edhe në frëngjisht nga përkthyesi Sebastian Grikur. Dhe do të dale së shpejti. Mendoj dhe ndoshta do të ketë një promovim në Zhenev, por në Paris e di që do të ketë, kështu ka premtu përkthyesi. Po dhe ju paralajmërojmë se me Sebastian Grikur kemi paraparë që diku rreth muajit maj apo fillimi I qershorit do të promovojmë librin e Aga Apollonit edhe në gjuhën frenge. Sebastian, ju kaloj fjalën juve, çfarë mund të thoni rreth eksperiencës suaj për përkthimin e librit të Aga Apollonit? Në fakt, tema vetë e librit të tij, se autori nuk dëshiron shumë të flasë për përmbajtjen, unë do ta bëj, po është për çështjen shumë e rëndësishme të personave të zhdukura. Aty në fakt është një fjalë për dy nëna në veçanti të Gjakovës, zonja Çerkezi, e cila është ende e gjallë, ende duke prit kthimin e familjes. Kjo shtëpia e saj u bë muze e ajo rri atje, ndërsa është nëna e dytë që është si doku roman, sepse nuk është tamam roman, është roman dokumentar. Nëna e dytë në fjalë e ka vënë zjarrin vetvetes në vitin 2003, nëna Pashka, ka qenë një nën shumë e fortë, po nuk e ka duruar kthimin I gjallit vetë. Në fakt janë 3 djem edhe burri që e kanë rëmbyer, edhe sot vetëm një djalë u kthy si kufom, edhe ajo e ka vënë zjarrin vetvetes, sepse nuk e ka besu më te Zoti, ajo ishte shumë besimtare e katolike. Më thonë janë ato 2 tregime që në mënyrë shumë të ndjeshme Agu ka ditë të përshkruaj në mënyrë që për temën që është tepër e vështirë të shkruash, edhe është mjeshtëri I autorit që mënyrën që she ka bërë. E kjo më ka motivu, sepse që kam thënë më herët për librin e Anverit, kam qenë me Komitetin Ndërkombëtar Kërqit Kuq, dhe përveç të burgosurve politik, një pjesë të aktivitet mia ka qenë në gjetjen e personave të zhdukura. E unë nënat e Gjakovës e kam takuar shpesher. E kështu që për këtë arsye, me një herë kam gjetë motivimin të përkthej, sepse sikur libri i Anverit, libri I Agut, sipas meje është shumë I rëndësishme për lexuesin frëngjisht folës. Faleminderit. Po I kthejmë sërish Agut, Agme që është hera e parë që vjen në Gjenev në këtë panajir ndërkombëtar, mirë po ata që njohin krijimtarinë juaj e dinë se ju jeni I pranishëm edhe në për panajire të tjera në shtetet të ndryshme të Evropës. A mund të ndoni këtë eksperiencë me ne? Don me ditë është më mirë panajiri I Gjenevës se panajiri I Leipzigut apo Frankfurt. Është panajiri mirë, shumë interesant. Ka libra mjaftueshëm, unë shëtita edhe në për stendat tjera. Duket panajir vërtet serioz. Unë javën tjetër do t'jem në panajirin e Leipzigut. Atje kam qenë edhe më parë edhe në panajirin e Frankfurtit. A janë panajire serioze. Faleminderit. Kur do të na sjellësh librin në gjuhën frenge të Agut? Tani e kemi marrë javën e kaluar kopertinën, mirë, po përparojmë. Po jo, këtë javë unë e marrë librin e redaktuar prej shtëpisë botuese franceze Edition Fauve. Edhe ata më kanë premtuar që do të dalë para një ngjarjes ku unë dhe Agu jemi të ftuar në Paris për natën e letërsisë.
ku dë Institutin Goethe të Parisit do ta bëjmë një lexim edhe shqip edhe në frëngjisht më 25 maj. Do me thënë libri në pjesën e parë të majit del në frëngjisht. Pa humbur kohë tani kalojmë pyetjet e juaja, nëse ka dikush ndonjë pyetje për autorin apo edhe për kthyesin. Po flas, mëse jam i Kaçanikut, derisa ta merr guximin dikush tjetër me fol. Unë e përshëndes Aga Apollonin për pjesëmarrjen e tij këtu në panairin e librit në Gjenevë. E përgëzoj për librat që ende asnjërin nga ta si kam lexuar, por aq sa ka mund të kuptoj nga shkrimet e ndryshme, Aga Apolloni lirisht mund thuhet se është një ndër shkrimtarët më me perspektivë në të ardhmen e komit shqiptar. Prandaj unë kisha pas dëshirë që Agu të vazhdon të shkruaj e ne të fillojmë t'i blejmë dhe t'i lexojmë librat e tij. Faleminderit shumë Aga. Po, edhe mërgjimtarët duhet t'jenë lexues, besoj që një pjesë e tyre janë, kështu që edhe ata që s'janë le të nisin le të lexojnë. Edhe kjo është porosia ime, lexoni libër. Është mirë që të mbijetojë edhe gjuha shqipe në Zvicër. Rreziqet e asimilimit janë të mëdha, janë rreziqe për të gjitha gjuhët në përbot përveç anglishtës. Duket vetëm një gjuhë internacionale, kemi edhe tjera po rrezikohen. Pra nuk jemi ne, si të them, të rrezikuarit e vetëm në këtë kohë. E kam pa që këtë shqetësim e kanë edhe holandezët, që rinia e tyre nuk po preferon të lexoj holandisht. Me siguri ky rrezik do të bartet edhe ka gjermanët dhe ka vende tjera. Pra, është një problem që po diskutohet në për gjitha vendet dhe shkollat shqipe sigurisht që ndihmojnë që shqiptarët mos e harrojnë gjuhën shqipe. Shumë faleminderit, uroj që vitin e ardhshëm të vish me vepra të tjera dhe me organizim shumë më madhor, ashtu edhe si që meritojnë autorët shqiptar. Sebastian, keni ndonjë porosi, një mesazh? Jo të veçantë, përveç ruajini kapacitet e dëshirën e leximit e mos bini prej të modernizmit tepër shpejt, sepse sa më pak do lexoni, sa më pak do t'jeni të lirë. Faleminderit shumë, miru pafshim.